Qyteti muze Prizreni, në mesin e vlerave të mëdha kulturore e historike, ka lidhjen shqiptare të Prizrenit, që është një nga ngjarjet më të rëndësishme dhe më simbolike të historisë moderne të Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarëve në përgjithësi, simboli luftës për pavarësi dhe identitet kombëtar. Ajo u formua më 10 qershor 1878 në qytetin e Prizrenit dhe kishte si qëllim kryesor mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve, sidomos pas ndarjes së territoreve shqiptare mes fuqive të mëdha pas luftës së Krimes gjatë viteve 1853-56 dhe fillimit të procesit të coptimit të mëtejshëm të trojeve shqiptare. Në këtë klim të tensioneve, shqiptarët, duke u frymëzuar nga lëvizjet kombëtare të kohës, e kuptuan se ishin të detyruar të ndërmerrnin hapa të bashkuar për t'i mbrojtur pasuritë e veta, kulturën dhe identitetin kombëtar. Lidhja e Prizrenit u formua si përgjigje urgjente për t'i mbrojtur interesat e shqiptarëve. Lidhja u themelua në Prizren, qytet që atëherë ishte një qendër e rëndësishme politike dhe kulturore për shqiptarët, duke sjellë së bashku përfaqësues të trevave të ndryshme shqiptare, përfshirë ata të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Çamërisë. Gjatë një kuvendi, shqiptarët miratuan një sër çndrimesh dhe kërkesash për ta mbrojtur integritetin territorial të trojeve shqiptare dhe për të garantuar të drejtat e shqiptarëve, si dhe për t'i ruajtur të drejtat kombëtare, kulturore dhe fetare. Lidhja e Prizrenit nuk ishte vetëm një organizatë politike, por një lëvizje e gjerë që përfshinte edhe forcën ushtarake për t'i mbrojtur trojet shqiptare, me çrast mobilizoi burra të shumtë dhe krijoi një rezistencë të fuqishme ndaj kërcënimeve të huaja. Më 1878, lidhja shpalli një moratorium të armëve, duke u betuar se ushtria do të luftonte për t'i mbrojtur kufijtë dhe interesat e shqiptarëve. Përpjekjet e vazhdueshme të shqiptarëve për t'i mbrojtur territoret e tyre dhe për t'i realizuar qëllimet e lidhjes u frenuan përfundimisht kur Perandoria Osmane shpalli shuarjen e kësaj lidhjeje dhe nisën periudha të represionit ndaj liderëve dhe aktivistëve shqiptarë. Megjithatë, lidhja e Prizrenit lan një trashëgimi të paçmuar, duke u bërë simbol i luftës për liri, pavarësi dhe unitet kombëtar, derisa ishte një moment kyç në zhvillimin e lëvizjeve kombëtare shqiptare, të cilat do të vazhdonin më pas deri në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912. Ideali i lidhjes së Prizrenit mbeti i gjallë, duke shërbyer si burim frymëzimi për brezat e ardhshëm. Ajo krijoi një model të rëndësishëm të organizimit dhe bashkëpunimit mes shqiptarëve të gjitha trevave, një model që do të ndikonte në zhvillimin e mëtejshëm të kombit në përgjithësi. Sot, lidhja e Prizrenit njihet si prej ngjarjeve më të mëdha në historinë e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, duke u festuar si një moment që kontribuoi drejt për drejt në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë dhe në krijimin e identitetit kombëtar shqiptar. Ekzemplarët që i mbijetuan kohës sot gjenden pikërisht në këtë objekt që i shërbejnë kujtesës dhe rikujtimit të kthesës së madhe historike të shqiptarëve dhe janë atraksion për turistët që vizitojnë kryeqytetin historik të Kosovës.